Mjegulla paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Specialisti i mjekësisë familjare, Dr. Josef Berisha, tha se në ditët me mjegull të dendur, cilësia e ajrit bie ndjeshëm, duke ndikuar negativisht te personat me probleme shëndetësore, të cilët duhet të kenë kujdes. Marrjen e stinës dimrit edhe mjegulla në viset ku është e pastër ajri, domthonë është quhet mjegull natyrale ose normale. Mirë po, lagështia e saj edhe dënësia e saj sjell rreziqe edhe në komunikacion, për ngasjet e veturave, për shkaktimit të aksidenteve, por edhe për këmbësorët. Mirë po, lagështia e saj sjell probleme pak edhe te pacientët të cilët kanë probleme kronike me rrugët e frymëmarrjes. Edhe ajri bëhet pak më i rënduar për këto kategori. Me përzierjen e ndotsve të fabrikave, të makinave, apo edhe djegës karburanteve, në mjegull krijohet smogu. Edhe kategoritë më të rrezikshme, apo më të rrezikuara, mund t'i quajmë njerëzit me smundje të rrugëve të frymëmarrjes, siç është astma kronike, bronkiti kronik. Edhe të sëmurët cilët janë me probleme kronike me zemër. Dr. Berisha rekomandoi që në vendet ku ka mjegull të përdorin maska, nëse duhet patjetër të dalin në atë kohë. Ju rekomandohet që në vendet ku ka mjegull të ndotën, nëse është gjithçysh ju duhet dalin në ato ambiente të përdorin maska mbrojtëse, edhe ju rekomandojmë të mos frekuentojnë ajret ku janë të ndotuna, sidomos me mjegull dhe smog. Kategoritë cilat janë më të rrezikshme përveç smundjeve kronike, kuptohet janë fëmijët dhe janë të moshuarit. Mjegulla mbetet një dukuri e zakonshme në stinën e dimrit, por shpesh nënvlerësohet ndikimi i saj në shëndet. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht tek personat me sëmundje kronike, duke theksuar se mbrojtja me maskë dhe shmangja daljeve të panevojshme janë masat më të thjeshta për të ruajtur shëndetin.